Xuma Lushi shpërthen dhe Iglitakos pas rikthimit kokra e manjakës dole jashtë dhe pe degratimin që I kishe bërë vetes. Iglitako dhe gjesti patën në spektaklin e të martës një ballafaqim me njëri tjetrin. Ata kanë sqaruar situatat e tyre, raportin dhe për të gjithë ato që ka ndodhur më përpara. Gjesti theksoi se ja ka bërë të qartë se nuk ka ndjenja për të e se nuk I ka premtuar ndonjëherë më shumë. Derisa po fliste për marrëdhënien e tyre, banorja në një moment përfshiu ish konkurrentin Xuma Lushi, I cili shprehu një pëlqim për të. Xumi më pas reagoi në rrjetet sociale me anë të një postimi të shpërndar në Insta Story, teksa I shfaqet I ashpër me Iglin duke I thënë se hyri brenda për të rregulluar imazhin, pasi pa se sa keq I kishte situatën nga jashtë, teksa u shpreh në Insta Story. Tjetri ka thënë në sy 1000 herë nuk kam ndjenje tjerë, ai ta ka prerë 1001 herë. Me që thej që s'mban përgjësi që ma preve mu, kështu që bu reale, kokër manjake, se ke arrit dot me bo lojen dhe s'të funksionoi, dole jashtë shpejt shfarloj degradimi kishe bo vete se hyre pra për të larë reçelin me kamomil, u shpreh me ironi Xumi për Iglin. Teksa pas kësaj në postimin e fundit të Iglit, fansat e Xumit kanë shkuar duke I shkruar manjake, që është vënë re edhe nga menaxherja e faqes së Iglit, e cila ka bllokuar komentet për postimin e fundit. Duket se midis Xumit dhe Iglit tashmë nuk ka më paqe, teksa ky I fundit shpeshherë e ka quajtur si karma atë që I ka ndodhur Iglit, duke thënë se është akuzuar kot pasi ai 2 javët e fundit e ka lënë të qetë, pasi ka kuptuar se nuk ka dashuri nga ana e Iglit, ndërsa sipas tij e kundërta po ndodh midis saj dhe Gjestit, teksa Gjesti ja ka bërë të ditur se nuk ka ndjenja, ndërsa ajo vazhdon të insistojë si manjake. Ishin etiketimet e rënda të Xumit.